Me fillimin e sezonit veror, Riviera e Ulqinit ka hapur dyert për mijëra turistë vendas dhe të huaj, ndërsa Ada e Bunës vazhdon të mbetet një ndër destinacionet më të preferuara në Bregdet, e njohur për bukuritë e saj natyrore, plazhin e gjatë, qetësinë dhe shërbimet turistike. Kjo zonë tërheq çdo vit vizitorë nga vende të ndryshme të botës. Edhe këtë sezon, pritshmëritë janë pozitive, ndërsa përgatitjet janë fokusuar në ofrimin e kushteve sa më të mira për pushuesit. Për mënyrën se si ka nisur sezoni, numrin e turistëve, tregjet nga vinë me së shumti vizitorët, risitë e këtij viti si dhe pritshmëritë për pjesën e mbetur të verës, biseduam me drejtorin e Rivierës së Ulqinit, Armend Milla. Kësaj radhe kemi hapur dyert me 20 prill. Për dallim nga vitet e kaluara ku kemi hapur dyert me 1 maj. Arsyeja ishte në mënyrë që të vëmë një lloj standardit ku me një mënyrë që të zgjasim sezonin turistik, pasi që normalisht sigurisht në atë kohë nuk ka dhe shumë musafir, po ideja është që në vitet me radhë të praktikojmë që të gjithë musafirët të dinë që neve do i hapim dyert pak më herët. Duke marrë parasysh faktin se neve kemi nënshkruar disa kontrata me disa tur operatorë jashtëzakonisht të rëndësishëm për neve, sidomos nga Unioni Evropian, nga Holanda dhe nga Gjermania, neve duhet të praktikojmë këtë mënyrë që ato të dinë që edhe vitin tjetër neve do i hapim dyert me 15 prill dhe mysafirët e parë do vinë me datën 15 prill do vinë në Rivierën e Ulqinit. Sezoni mbarvajtja e përgatitjeve ka ecë jashtëzakonisht mirë. Neve kemi bërë disa investime jashtëzakonisht të rëndësishme për Rivierën e Ulqinit dhe për Adën e Bunës, sepse 30 vite me radhë normalisht duke mos inkuadruar unë gjithmonë e ceki menaxhmentin e kaluar pasi që kanë qenë problemet me Covid dhe disa problemet të cilat nuk kanë patur lidhje direkte me menaxhmentin, le të themi, po me disa situata të cilat kanë qenë jashtëzakonisht vështira për të menaxhuar. Neve kemi arritur që të bëjmë disa investime të cilat janë shumë të rëndësishme për Rivierën e Ulqinit dhe për Adën e Bunës, dhe ato investime sigurisht do japin rezultatet e para këtij viti. Kështu që përgatitjet kanë ecur, çdo gjë ka ecur si duhet, jemi shumë më mirë se vitin e kaluar dhe ai ka qenë qëllimi kryesor që në fillim. A ka pasur rritje të numrit të turistëve dhe nga cilat vende më tepër frekuentojnë këtë vend? Ka patur rritje, neve kemi rritje afër 12% në numrin e turistëve dhe afër 20% kemi rritje për momentin në të ardhurat, le të themi të firmës të Rivierës së Ulqinit, që është shumë gjë e rëndësishme pasi që financat janë një pjesë e cila është shumë le të themi e rëndësishme për marrëvajtjen e Rivierës së Ulqinit dhe menaxhmentin në përgjithësi. Respektivisht duke marrë parasysh faktin që Ada e Bunës është një brend edhe është brend i njohur në region dhe duke marrë parasysh faktin se neve ofrojmë një produkt turistik i cili është le të themi unik në këto treva, nuk është problem që të tërhiqet një masë e madhe nga regioni, por nuk është qëllimi kryesor që të tërheqim le të themi musafirët vetëm nga regioni. Qëllimi është që të hapim dyert për musafirët të cilët kanë qenë në kohrat e arta të turizmit në Adën e Bunës, në Rivierën e Ulqinit, dhe ato janë turistët nga Gjermania, turistët nga Holanda, turistët nga Franca, etj. Aty duhet neve punojmë që në mënyrë që të rrisim numrin e atyre turistëve, pasi që ato kanë edhe pak praktikë interesante se ato vinë në para sezon ose pas sezon. Ata nuk e praktikojnë që të vinë në korrikë dhe gusht. Dhe neve ai është qëllimi kryesor që të arrisim atë punë për zgjatjen e sezonit turistik me anë të atyre tregjeve përkatëse. Normalisht dominon tregu i Serbisë, dominon edhe tregu i Gjermanisë, sepse kemi rritje edhe nga gjermanët, po në mënyrë që të ofrojmë produktin ton turistik, në mënyrë që të ofrojmë të gjithë ato që ne kemi këtu për tregjet evropiane, neve duhet të bëjmë renovime edhe duhet të bëjmë disa ndrime kyçe në menaxhment, pasi që ato kërkojnë kushte më të mira edhe janë në gjendje edhe t'i pagojnë kushtet më të mira. Çfarë risish i ofron Riviera e Ulqinit turistëve këtë sezon për ta bërë qëndrimin e tyre sa më të këndshëm këtu në këtë pjesë? Për dallim nga vitet e kaluara, neve kemi bërë disa investime kyçe në infrastrukturë dhe në disa dhoma
neve së pari kemi bërë investimet në terenet sportive. Qëllimi kryesor është që të kenë ato një aktivitet sportiv dhe mund të përdorin terenet e tenisit, mund të përdorin terenet e futbollit edhe të basketit. Normalisht këto janë sporte kolektive, sigurisht duhet edhe një masë më e madhe për të luajtur, le të themi, po terenet e tenisit janë zakonisht atraktiv për turistët të cilët na vizitojnë neve. Pastaj kemi rinovuar 20 dhoma në nivel 4 yjesh. Qëllimi kryesor është për të tërhekur musafirët të cilët kanë qejf për të paguar më tepër, po dojnë kushte më të mira. Kemi inkuadruar çdo mëngjes në ora 8 kemi yoga classes, të cilat janë free of charge, të cilat janë pa pagesë për të gjithë musafirët tonë. Kemi inkuadruar në 7 masditje, mos gabofsh, ose 8 masditje tango classes, për shembull për të mësuar tango dhe salsa, vallëzimin tango dhe salsa për të gjithë musafirët, në mënyrë që ti inkuadrojmë edhe ato në këto aktivitete. Pastaj kemi çdo mbrëmje, sigurisht normalisht derisa vazhdon ky kampionati botror, i japim ato lojrat, i japim nëpërmjet televizioneve të mëdha të cilët i kemi tutë terrasa. Pastaj kur të mbarojnë kampionati botror, çdo natë do ketë muzikë live në akustike normalisht, në mënyrë që të musafirët të kënaqen dhe të argëtohen ndoshta më tepër. Me cilat sfida jeni përballur në fillim të sezonit dhe si po i menaxhoni ato, sepse e dim gjithmonë ka sfida që mund edhe të përballemi. Së pari kemi patur sfida të çështjeve teknike, duke marrë parasysh se ky objekt është ndërtuar që nga viti 1973, mos gabofsh, ai ka hapur dyert. Shumë gjëra kanë qenë të vjetruara. Çdo gjë është dashur të rinovohet. Kemi patur disa probleme të cilat janë probleme teknike me pompa, me makineri të cilat janë në kuzhinë, edhe sigurisht ato makineri janë vite të tëra këtu dhe kanë shfaqur normalisht prishjet e para. Kemi renovuar gjithë ato makineri, edhe normalisht ky lloj sistemi sigurisht ka dhe shpenzimet e veta për të mirëmbajtur. Në anë tjetër kemi patur sakrifica të mëdha, duke marrë parasysh se kemi investuar shumë në kapacitete. 20 dhoma i kemi në nivel 4 yjesh, përgatitjet e aty në dhomave janë bërë për 4 muaj e gjys. Kështu që ka qenë një tempo jashtëzakonisht i madh dhe një sakrificë me çdo, dhe dua të shfrytëzoj rastin edhe të falenderoj gjithë ekipin tim, të cilët edhe gjithë punonësit e Rivierës Ulqinit, të cilët nuk kanë patur orar pune, po kanë punuar edhe jashtë orarit, kanë punuar edhe me ndoshta edhe mbrëmje, edhe vonë, në mënyrë që të arrihet ajo që kemi le të themi një qëllim të cilin neve e kemi vizatuar, që Riviera Ulqinit të jetë më mirë se vitin e kaluar. Cilat janë ato pritshmëritë tuaja për kulmin e sezonit turistik dhe çfarë do t'ju thonit atyre turista që ndoshta nuk kanë qenë në Adën e Bunës dhe pse ja vlen për ta vizituar këtë vend? Ky vend është vend specifik, ndoshta nga ana konservative neve jemi pak skeptik për shkaqe objektive, dhe unë e kam të qartë normalisht sepse ekziston një lloj skepticizmi për këtë lloj turizmit, por duhet të ceki veç një gjë që besoj që është e rëndësishme, dhe atë është fakti që nëse në kohrat, le të themi 70-at, 80-at, ku konservatizmi ka qenë jashtëzakonisht i hapur, dhe atëherë kanë arritur ta prezantojnë këtë si ofertë turistike, atëherë kush jemi ne që të ndalim këtë? Normalisht, qëllimi kryesor i një destinacioni turistik është që të ketë një lëpesë të gjerë të produkteve turistike, në mënyrë që të tërheq një masë më të madhe për të vizituar qytetin e Ulqinit. Kështu që unë shoh këtë si një lloj segmenti turistik të cilin neve duhet ta shfrytëzojmë, sepse kemi gjithë Malin e Zi, është i vetmi vend ku naturizmi, le të themi një lloj turizmi i cili është specifik, mund të shfaqet vetëm këtu, nuk mund të shfaqet diku tjetër. Vendi tjetër është Vallalta në Kroaci. Nëse Kroacia e zhvillon atë lloj turizmit, atëherë pse ne mos ta zhvillojmë? Normalisht duke respektuar gjitha rregullat dhe gjitha parimet, le të themi që janë morale, le të themi të cilat mund t'i inkuadrojnë këtu. Kështu që unë e pres nga sezoni që ky sezon të jetë sezoni më i mirë nga post tranzicioni për Rivierën e Ulqinit, duke marrë parasysh faktin se kemi ofertë shumë më të begatë në dallim prej vitit kaluar edhe viteve më përpara.
normalisht ajo nuk është funi, kjo është vetëm një fillim nga ajo se çka neve planifikojmë si menaxhment për këtë vend. Neve kemi bërë strategjinë e zhvillimit për Adën e Bunës, një dokument jashtëzakonisht i rëndësishëm, i cili tregon një lloj rruge se cilën duhet neve ta marrim në mënyrë që ta zhvillojmë këtë firmë ose këtë vend, këtë resurs që e kemi. Dhe neve qëllimi kryesor është që deri në vitin 2031 Ada e Bunës të jetë një resort me 4 yje, ku do respektohen gjitha rregullat, gjitha standardet e një resorti me 4 yje, sepse në qoftë se arrisim atë në 4 yje, atëherë tregu është shumë më i madh për dallim nga tani që kemi 3 yje e në disa objekte edhe 2 yje, të cilat janë objekte me të vërtet që nga viti 70-80 nuk është investuar asgjë. Kështu që në qoftë se e bëjmë atë punë, kjo firmë nuk do ketë asnjë farë lloj krize edhe asnjë farë lloj problemi financiar në të ardhmen. Me pritshmëri pozitive dhe një ofertë turistike gjithnjë më të pasur, Riviera e Ulqinit synon që edhe këtë sezon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara në Bregdet, drejtuesit shpresojnë që fluksi i turistëve të vazhdojë të rritet gjatë muajve të verës, duke kontribuar në një sezon të suksesshëm për turizmin dhe ekonominë lokale.